Të njëjtën mbrëma, banorët e Big Brother VIP Albania u argëtuan në një festë organizuar për ditëlindjen e aktorit Lajrit Vasili. Në një atmosferë festive me muzikë dhe vallëzim, banorët u mblodhen për të festuar, duke i dhuruar aktorit një natë të veçantë brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Megjithatë, një moment i veçantë i festës tërhoqi vëmendjen e publikut. Në momentin kur në sfond filloi të luajë muzikë greke, reperi nga Kosova, Gjesti, vendosi të mos i bashkohej festës. Në vend të kësaj, ai u largua nga grupi dhe qëndroi vetëm, duke refuzuar të kërcejë në shenjë proteste. Ky veprim tregoi qartë qëndrimin e tij patriotik dhe respektin ndaj identitetit kombëtar. Ndërkohë, pjesa tjetër e banorëve vazhdoi të festonte pa shqetësim, duke kërcyer dhe kënduar me ritmet greke, por Gjesti u largua nga kjo festë e cila e preku shumë, dhe ai thjesht nuk mori pjesë në festë më. Kjo situatë ngre një pikë pyetje të madhe mbi ndërgjegjjen kombëtare të shqiptarëve, të cilët shpesh dëgjojnë dhe festojnë me muzikën e popujve me të cilët nuk kanë asnjë afërsi kulturore ose edhe më keq, me të cilët kanë pasur dhe kanë konflikte historike. Ky fenomen është i pranishëm kryesisht në Shqipëri, ku ndjeshmëria kombëtare duket se zbehet përballë argëtimit dhe globalizmit kulturor. Veprimi i Gjesti nuk ishte thjesht një refuzim për të kërcyer, por një shëndrim i qartë se identiteti dhe historia nuk duhen harruar për hir të një feste. Ai na kujton se patriotizmi nuk është vetëm fjalë, por edhe veprim konkret në momentet kur vihet në provë. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!